Mirëmbrëma miq dhe shikues të nderuar të emisionit Glamur. Mirëserdhet edhe sonte. Sonte do flasim për ansamblin muzikor të Tetovës, i cili është një institucion relativisht i ri, i cili përmes aktiviteteve kulturore, koncerteve dhe bashkëpunimeve artistike, gradualisht po bëhet pjesë e jetës muzikore në qytetin e Tetovës. Nga koncertet kamertale, projektet simfonike dhe korale, deri te aktivitetet e fundit dhe projektet që pritet të realizohen në vazhdim, sonte në Glamur flasim për rrugtimin, sfidat dhe vizionin artistik të këtij institucioni. Në studio, mirëpresim drejtorin e ansamblit muzikor në Tetovë, zotri Blerim Qamilin. Ansambli muzikor i Tetovës është një institucion nacional kulturor relativisht i ri, i formuar në vitin 2023 me synimin zhvillimin dhe promovimin e muzikës profesionale. Konceptuar si një ansambël multifunksional, institucioni përfshin muzikë klasike, kamertale, simfonike, por edhe zhanre të tjera si xhezi, popi dhe muzikën moderne, duke krijuar hapësirë për artistët dhe formacione të ndryshme muzikore. Formimi i një ansambli erdhi si një nevojë natyrale kulturore. Fakultetet të arteve dhe kuadro profesionale muzikore që veprojnë brenda dhe jashtë vendit, edhe pse një institucion relativisht i ri, ansambli ka realizuar një sër aktivitetesh artistike dhe koncertale që gradualisht po e bëjnë pjesë të jetës kulturore në qytet. Mes projekteve që tërhoqën vëmendje ishte koncerti i festave të nëntorit me interpretimin e veprës Skënderbeu të kompozitorit Qesh Zadeja, ku në skenë u bashkuan artistë dhe muzicientë të profileve dhe përkatësive të ndryshme, duke sjellë një atmosferë bashkëpunimi artistik dhe profesional. Ansambli ka realizuar gjithashtu bashkëpunime me artistë të njohur si violinisti Xhafer Xhaferi, i cili prej vitesh vepron jashtë vendit, si dhe aktivitete të tjera koncertale si mbrëmja me kuartetin Ataka, recitale dhe projektet e paralajmëruara në programin vjetor. Përmes këtyre aktiviteteve, ansambli muzikor i Tetovës po përpiqet të ndërtojë gradualisht identitetin e vet artistik dhe të krijojë një skenë me aktivitete muzikore në qytet. Pavarësisht sfidave që sjell funksionimi i një institucioni të ri kulturor, programi i ansamblit vazhdon me aktivitete të paralajmëruara në muajt në vijim, duke synuar zhvillimin e jetës koncertale dhe afrimin e publikut me muzikën profesionale. E pra të nderuar, ashtu si që thash edhe në paralajmërimin tim, kam nderë dhe kënaqësi që të kem në studion e emisionit Glamur edhe drejtorin e ansamblit muzikor të Tetovës, zotri Blerim Qamilin. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje në studio. Mirëmbrëma, mirësëgjeta, ju faleminderit për ftesën dhe kohën tuaj që ndani për ansamblin tonë të ri dhe të vogël. Është kënaqësi që je kemi në studio dhe është kënaqësi për të biseduar për një ansambël i cili sjell shumë koncerte të bukura, koncerte të cilat fliten për prezencën e gjithë publikut të cilët i vizitojnë këto koncerte. Bashkëpunime të shumta me artistë të mëdhenj dhe me emra shumë të njohur të muzikës klasike. Po, ansambli duhet perceptuar si një institucion i të gjithë shqiptarëve, i të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Duhet perceptohet si një vlerë e madhe e Republikës së Maqedonisë së Veriut në radhë të parë, e cila pas shumë kohësh ka arritur të themeloj një institucion kulturor që i referohet muzikës profesionale. Për këtë gjë mendoj se gjithë shteti duhet të jetë krenar. Ata nuk është vetëm ky ansambël, është edhe ansambli i manastirit i cili funksionon, është edhe jazz orkestri, kështu që kemi një palet të bukur të institucioneve muzikore, përveç filharmonisë dhe opera e baletit, kështu që në pikpamjet e mia, kjo jep një vlerë evropiane këtij shteti. Unë me kujdes e vështrova kalendarin e aktiviteteve tuaja dhe ju vitin 2026 e filluat me koncerte shumë të bukura, me emra shumë të njohura, ashtu siç thash, të muzikës klasike, Shkëlzem Baftjari. Do më thënë edhe për desha të flasim edhe për koncertin tash që ishte shumë afër, mirë po të flasim edhe për koncertin e parë që
Tani kështu, unë do t'ju çoj pak më përpara. Do të thonë, vitin e kaluar kam marrë mandatin dhe misioni im pasi pranova këtë ngarkesë ose këtë detyrë, ishte që të sjell një diçka të re në Maqedoni, që është hapja e një institucioni drejt të gjithë artistëve. Shqiptar, maqedonas, profesionistë të ndryshëm, mundësit tona janë aq, por në kënaqësi shumë e madhe do të ishte që ne të kemi edhe më shumë artistë ndërkombëtar. Kështu që mendoj se vitin e kaluar ja arritëm bukur bashkë me ekipin që unë kam vullnetarisht brenda, siç edhe është diskutuar gjatë, në institucion janë të punësuar vetëm 2 punonjës, një ekonomist dhe një sekretar teknik organizativ, të dy të përkushtuar për këtë ansambël. Megjithatë, unë arrita të krijoj një ekip brenda këtij ansambli, me vullnetar, të cilët janë të zellshëm. Ato janë figurat e njohura për shqiptarët edhe në Maqedoninë e Veriut. Janë njerëz të rinj, profesionistë të rinj, është Shkëlzen Bafqari që e njohim është mbarkomtar, është Agona Çupi, është Premtime Temi, një dirigjent shumë i mirë, pra Agona është një doktor profesor e dirigjimit e kështu me radhë, por duhet të them se nuk na ka munguar edhe bashkëpunimi me kolegët tanë tjerë, të cilët mundohen krahas obligimeve të tyre të përditshme të ndajnë edhe kohën e tyre për të kontribuar në ansambël, dhe në vitin e kaluar patëm 5 koncerte shumë të shkëlqyeshme. Mendoj se publiku është nda i kënaqur. Unë vazhdimisht e them, bashkimi bën fuqinë, arti ka nevojë për dashuri, për mirëkuptim dhe për bashkëpunim. Dhe një gjë e mrekullueshme më dha një emocion të veçantë vitin e kaluar, skena e Tetovës pati kënaqësinë të shoh djemtë e saj, muzicientët e saj në skenë se si luajnë ata në një orkestër simfonike. Po jo vetëm kjo, ne sollëm, patëm kënaqësinë dhe nderin që patëm Xhafer Xhaferi, një violinist të shkëlqyeshëm. Patëm bashkëpunim të mirë me kolegen ton Jasmina Gjergjevska Karo, që pati një koncert me këngë korale maqedonase. Pra, ishin në ato koncerte që i dhanë një dritë atij institucioni. E më pas, viti 2026, ne duhet të them këtu përpara jush se duhet të falenderoj ekipin tim, por edhe mirëkuptimin nga ana e Ministrisë së Kulturës, e cila për këtë vit ndau plot 10 projekte. Kërkesa jonë ishte ambicioze, ne kërkuam 20. Ata kanë qenë solid. Mirë po. Ne kërkuam 20. Por megjithatë, ne po e marrim këtë si një gjë të bukur. Dhe filluam koncertin pikërisht me Lida Aliun, një violiniste e shkëlqyeshme, është Enisi me cello, dhe Shkëlzeni jonë, Shkëlzeni i shqiptarëve, i cili të cilët luajtën Rachmaninov. Është një trio elegjike, e bukur shumë. Mendoj se publiku ishte solid, ishte numër të mirë. Koncerti u prit bukur, u prit shumë bukur. Dhe ishte një fillim i mbar, unë e vlerësoj si një fillim të mbar. Vazhdimësia besoj se e ka të njëjtën energji. Ne patëm edhe një koncert tjetër me kvartet Ataka, ku në përgjithësi ishin kompozitorët e ri Maqedonas, Gajdove, kështu me radhë. Brenda kësaj jave kemi koncertin me Ismetin. me më të mirin, një ndër më të mirët, mos t'jemi sinqert. Shive, shpesh arti, shpesh situata të ndryshme, artistët e ri din t'i lënë në hije ose të papërfillshëm. Ismeti është mjaft i ekspozuar. Por Ismeti na ka ndihmuar. Ismeti është një artist shumë i mirë. Është një tenor i shkëlqyeshëm. Edhe është një punëtar i madh.
ashtu si gjithë muzicierët tanë, unë ndjehem krenar me kolegët e mi, të cilët me aq për kushtim punojnë për kulturën në Republikën e Maqedonisë së Veriut, punojnë për kulturën shqiptare të Republikës Maqedonisë së Veriut, dhe jo vetëm, se mos keq kuptohemi, do të thonë, Maqedonia ka për nder që ka njerëz të tillë, dhe ne si institucione kemi për detyrë që këtyre artistëve t'ju sigurojmë skenën. Artisti pa një skenë është i padukshëm, është demotivohet, dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur që skena të hapet për artistët tanë të ri. Dhe ju sigurisht, ashtu siç i përmendet edhe ju, ndesha të shkojmë gradualisht në këto sukseset e juaja të mëdha me Xhafer Xhaferin, me suitën Skënderbeu, ku morën pjesë shumë artistë edhe Maqedonës. Absolutisht. Është një koncert i cili ka sjell në skenë një bashkim. Bashkim, po ajo që në fakt doni ta tregoni edhe nëpërmjet koncerteve, se ju jeni të përbashkët, arti sjell dashuri dhe dhuron dashuri. Dhe pikërisht desha të ndërlidhem, ju jeni një drejtor relativisht i ri, me shumë suksese të cilat i keni sjellë brenda këtyre 2 viteve, siç është suksesi me Xhafer Xhaferin, një koncert i cili tregon edhe për bashkëpunimin ndërkombëtar. Ai është jashtë, vepron dhe punon jashtë. Dgjoj, Xhaferi është vlerë e madhe e këtij kombi. Po. Xhaferi është një tetovar, por unë artistët preferoj që mos t'i etiketoj me qytete. Dgjoj, njerë më krijon këtë përshtypjen se jemi kështu si në kohën e principatave edhe i ndajmë territoret. Do me thonë, një artist i madh është shkupjan, po aq sa është tetovar, po aq sa është edhe i gostivar. Pra, ne patëm një fat, me qenë se Shkëlzeni dihet e kemi shpesh të angazhuar si drejtor artistik, udhëheqës artistik, dhe ai ka punuar, njihemi, jemi rrit bashkë gjithë në atë shkollën e muzikës atje në Tetov, dhe e shprehu si ide, të them të drejtën, në momentin që tha se vjen Xhaferi, unë isha skeptik. Jo skeptik se ai nuk ka vullnet. Po bëhe edhe një zhurmë e madhe se si do realizohet që koncerti. Tani ishte një kështu se ai është, dëgjoj flasim për një individ i cili është në Filharmoninë e Berlinit. Po. Edhe ansambli i vogël, kështu me radhë, dhe unë komunikova me Xhaferin, ai kishte një energji entuziaste të paparë. Ma këtë e keni të bukur ja artistët. Ashtu e thash, ju dhuroni dashuri dhe ndihmë mes njëri tjetrit, po edhe njerëzve që të cilët është krijuar një atmosferë shumë e bukur. Po mund të them se ka qenë një shkëndije e madhe për këtë punë. Fillimisht ne si drejtora automatikisht flasim për mjetet. A do mundemi? Tani a do mundemi ta përballojmë, edhe i them Xhafer, ti e din ansamblin, asgjë tha s'do të diskutoj. Thjesht tha do vi. Edhe jam ndje shumë i lumtur për këtë fakt, edhe ishte një diçka se mund të them ishte koncerti i dytë, po. Edhe publik zakonisht ka në Tetov, po erdhi një numër i konsiderueshëm, okej, mirë, edhe pa prit mas një grupi madh i njerëzive, dhe një grupi madh i njerëzive, dhe aty kam kuptuar se qytetarët tonë kanë nevojë të shohin vlerat e tyre në skenë. Kështu që ai bashkëpunim do të ngelet. Unë mendoj se neve na ka premtuar Xhaferi se në një moment kur ne do të krijojmë edhe kushtet më të mira, ai është i gatshëm të na ndihmojë me gjitha mundësit që ne mund t'i ofrojmë, dhe ai ka. Tani kapacitetet e tij janë të mëdha. Ne do të kërkojmë aq sa do të mundemi mundësitë tona. Ashtu siç thash, kur i shihni të gjithë këto aktivitete të cilat kanë ndodhur brenda këtyre 2-3 viteve,
sepse qysh në fillim ty të kanë ra ma shumë përgjithësi, ma të randa, ma të mëdhaje, bashkëpunime dhe koncerte pak ma mëdhështore, se që ishin ashtu si që thash në festat e nëntorit, Suita Skënderbeu, me mjaft artist. Rauf Dhomi, kemi pas shumë vepra të mira. Besoj se ai koncert reflektoi bukur. Po. Tek ne gjithmonë është një problem, Ardita. Ne e kemi atë, me thënë, nuk është xhelozi, është një inat. Inat shqiptari, thonë diku në Turqi. Dhe thonë, zihemi për gjërat vogla, edhe ato gjëra pastaj kalojnë në ekstreme. Kështu që nuk e di, po unë i falenderoj kolegët që kuptojnë mentalitetin tim si njëri ekipor. Unë jam munduar gjithmonë edhe do të mundohem deri në fund që të gjithë muzicientët të jenë të bashkë në skenë. Pastaj gjërat e vogla që po kur ishin gjithë këto aktivitete dhe këtë interesim që e kanë të gjithë qytetarët e Tetovës, mirë po nuk do ta veçoja vetëm Tetovën, sepse ka shumë qytetarë edhe nga Shkupi dhe nga shumë qytete tjera të cilët vinë dhe i ndjekin koncertet e juaja. A mendoni që ansambli gradualisht po e krijon identitetin e vet artistik në qytetin e Tetovës, po është një ansambël i gjithë vendit tonë, rajonit tonë? Faleminderit për këtë pyetje. Qëllimi im është që ansambli të jetë i gjithë qytetarëve. Nëse ne synojmë që të krijojmë një ansambël për një qytet, atëherë ne nuk kemi fituar asgjë. Tani, ansambli i Tetovës është institucion në Tetovë, me lokacion në Tetovë. Por, unë jam i bindur dhe ju garantoj se numri muzicientëve aq është. Aty do të punësohen muzicient nga Shkupi, nga Kumanova, deri në Strug dhe jo vetëm, pse jo, do të thonë mund të nevojat e ansamblit mund të krijojnë kushte dhe rrethana që të vinë të jetë një muzikant i shquar nga kudo që të jetë ai, pa e ndarë. Kështu që në këtë rast është në administratën tonë, si neve si shqiptar, dhe normalisht ne kemi pas edhe një mungesë, edhe kemi atë mungesë, ne do ta themi. Ansambli funksionon me kapacitetet të kufizuara dhe me... Shive, artistët shqiptarë në përgjithësi, në rrethana të ndryshme, për shkak të ndarjeve politike të ndryshme, këtë do ta them edhe për shumë arsye tjera, disi janë ndjerë të flakur jashtë, ose të paragjykuar, ose të papranueshëm në institucionet e mëdha siç është Filharmonia dhe Opera e Baleti. Tani, ajo është, ato njerëz nuk mund të punojnë të gjithë muzicientët në arsim. Dëgjoni, është një investim i madh i një familje, i një prindi që të krijojë një instrumentist të mirë. Mos flasim për një instrumentist të rangut botror. Do të thonë është investim i madh. E tani ai nuk mund ta gjejmë vetveten gjithë secili në arsim. Arsimi është okay, në arsim do të shkojnë student, por kemi nevojë për një ansambël, kemi nevojë për qasje në filharmoni, kemi nevojë për qasje në opera ballet. Tani brenda kësaj periudhe janë krijuar, është e vërtetë se janë krijuar kushtet për ka punësime tek TUK, por ato institucione janë të konsoliduara dhe për krijimin e hapësirave për njerëzit e rinj duhet të presim që dikush të pensionohet. Kështu që logjika dhe shablonet evropiane na kanë dhënë një mënyrë zgjidhje shumë të mirë, se ky problem nuk është vetëm te ne, është në gjithë Evropën. Kështu që ato hapin ansamble, orkestre kamertale, orkestre simfonike regionale, të cilët funksionojnë dhe mbajnë gjallë kulturën në regionin ku gjenden. Konkretisht ne jemi në Tetovë, edhe Gjermania ka Filharmoninë e Berlinit, por ka edhe një kor në Leipzig, ka edhe e kështu me radhë, ne mos i numërojmë me radhë. Kështu që kjo është, për mua është një mënyrë shumë e mirë që këta artistë të kenë aktivitetin e tyre në një skenë të caktuar, konkretisht siç është tash ansambli muzikor i Tetovës. Dhe këto gjëra, unë mendoj se ne duhet t'i shohim me prizmën e syrin evropian, me syrin e njerëzve
që mendojnë kthjellët dhe jo me tendencë. Patjetër, pa kaluar, pa e prek politikisht këtë çështje, sepse është interes publik, është interesi gjithë... Politika e një shteti, cila do qoftë ajo, duhet të jetë në shërbim të kulturës, sepse kultura është në shërbim të shtetit. Më thonë, flasim për një shtet i cili ka 3 ansamble, shumë e bukur. Paramendoni, do me thonë, ne kemi artistë të mirë, që vinë aty kontribojnë edhe pretendojnë të punësohen. Dhe aty automatikisht lullëzon kultura. Ju, së me sa dëgjova, lëshuat filmin koncert në 36. Koncerti, po në vitin Ai është një pasqyrë satirike e periudhës së Ahmet Zogut në atë kohë, ku do me thonë ai dukshëm kishte tentuar që të sjell Europën direkt. Po jo, gjërat bëhen gradualisht dhe që mos bëhemi qesharak. Dhe ne duhet të mendojmë që këto institucionet i zhvillojmë gradualisht, edhe pse ne kemi profesionistë shumë të mëdhej, por ato profesionistë duhet të përgatisin një kast, një trup instrumentistë, po edhe të përgatisim edhe komunitetin, edhe qytetarët, që të mësohen të blejnë një bilet të dëgjojnë muzikë të mirë. E keni qartë. Pra është një proces i bukur dhe unë nuk e shoh në asnjë mënyrë as problematike për ndonjë lloj politike ose për shtetin në përgjithësi. Asnjë mënyrë as nuk e shoh si pikën ndarëse mes artistëve. Ne duhet të jemi të sinqertë, ne kemi probleme mes artistëve shqiptarë. Kemi probleme mes artistëve Maqedonas njëri me tjetrin njëherë. Pastaj në kalojnë ato. Jashtë dashurisë dhe dashuridhënies. Ne jemi produkt i një jete sociale, si gjithë bota, dhe kemi mosmarrëveshje, kemi konflikte, por institucionet duhet të bëjnë të kundërtën. Institucionet për ta neutralizuar këtë duhet të vënë plan të parë profesionalizmin dhe punën. Pastaj këto gjëra edhe amortizohen edhe kalohen me lehtësi, unë mendoj. Patjetër. Ju jeni edhe vetë një njeri i cili ka studiuar muzikë, ka studiuar një sferë e cila nuk është shumë e prekur të studentët, as shqiptar, po edhe shumica besoj që nuk e kanë dëgjuar. Multimedia, teknologji në drejtim sonologji. Sa kjo të ndihmon që t'i shohësh edhe nga prizma juaj ato problematikat të cilat po shfaqen, mirë po edhe piketimin e aktiviteteve të cilat ndodhin edhe në ansambël, edhe në përgjithësinë? Unë kam studiuar në Fakultetin e Muzikës, Teknologji muzikore dhe Sonologji e Multimedia. Kam qenë pas fatin e madh të studioj në kastën e profesorëve të vjetër, sidomos afër profesorit tim, që unë e them liderin tim në rrugën profesionale, Dimitri Buzharovski. Ai kurs, ai shkollë, ai fakultet që ne e themi kështu, unë e them është një shkollë, një kurs, ishte një projekt norvegjes dhe Buzharovski ishte një njeri perfekt për atë lloj lënde. Ndigjoni, aty kam studiuar për produksionet në esencë, pra produksionet audiovizuale dhe muzikore. Dhe e njoh psikologjinë përgjithësi, kam studiuar shumë psikologjinë e masës, psikologjinë e ndikimit të muzikës në masë, ndikimit të medias në masë, ndikimit të digitalizimit në masë, kështu që unë këto problemet i shoh më shumë si një kurth i kasteve politike që në pamundësi të realizojnë qëllimet që ata premtojnë, flasim për kastën politike, që nga e kaluara e djeri më sot, që mos keq kuptohemi. Me që ma kërkuat mendimin tim. Flas për të gjithë politikën mbar kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët në pamundësi për të realizuar me dashuri dhe vullnet për progres, e kanë shfrytzuar
median, e kanë shfrytzuar ndarjet për të sunduar. Pra është e teknika për çaj sunduar dhe e kanë keq përdorur edhe kulturën. Pra njerëzit nacionalizmi buron tek kultura dhe mbron kulturën, ato aty e kanë gjetë një vrim bosh dhe kanë fryrë që të krijohen ndarje, të krijohen ato ekstremizmat të cilat janë të pakëndshme për këtë vend dhe kanë krijuar kështu paragjykimesh që ne i kemi sot, i kemi pas në të kaluarën, sot mendoj se po mundohemi ti neutralizojmë dhe duhet të vazhdojmë të mundohemi të jemi koshident për këto probleme dhe të mundohemi të mendojmë me një sy me sytë e të ardhmes. Më kuptoni, ndarja, përçarja është në shërbim të grupeve të cilat sot janë, nesër nuk janë. Pra edhe kultura, muzika, arti në përgjithësi nuk duhet, unë jam kategorik, unë kam qenë edhe kategorik, dhe me thonë ju mund të gjeni intervistat të mija tek tuk se nuk kam pëlqyer të ekspozohem shumë, tani më ekspozoj situata. Po. Por mendimi im në vazhdimsi ka qenë që arti duhet të injoroj politikën. Në kuptimin të injoroj politikën mos të bëhet vegël e grupeve politike, por të jetë në shërbim të kulturës së etnisë, cila do qoftë ajo, të jetë në shërbim të qytetarëve, të ngrisë nivelin kulturor, perceptimin artistik, nivelin shpirtëror. Shifni muzika ngrit nivelin emocional dhe shpirtëror të njerëzve. Dhe mendoj se këtu qytetarët duhet të jenë shumë të vëmendshëm, edhe ne si artist duhet të jemi të vëmendshëm. Po, ka gjëra të cilat janë në vullnet të politikës. Normalisht, buxhetet i ndan politika, institucionet i krijon politika. Por megjithatë, ne nuk duhet të ndjehemi falenderus për këtë gjë edhe të jemi aq të përulur ndaj politikës. Ne jemi, këto që jemi, prindërit tanë kanë investuar, prindërit tanë paguajnë taksa, ne paguajmë taksa, që të kemi institucione, që të kemi mundësi për të zhvilluar. Dhe unë e shoh se edhe kam pari, kemi jetuar ne gjithë bashkë këtë kurth, këtë vorbull ku ne rrotullohemi vazhdimisht në të njëjtën pikë. Unë mendoj se artistët duhet të jenë të pavarur, duhet të punojnë, të kenë hapësirën, shteti është shteti ka nevojë, ka obligim që institucionet e kulturës t'i lënë në hapësirën dhe në habitatet e tyre të funksionimit. Patjetër. Kjo është ajo, mendoj se shpesh është keq përdor. Janë keq përdor momente sensitive për grupacione të ndryshme, është si me thonë, është një keq përdorim i emocioneve të masës. Unë mendoj se kjo ka ardhur nga mungesa e kulturës, nga mungesa e koncerteve, nga mungesa e shfaqjeve teatrale të bukura, nga kritike, sidomos është mendoj nga aspekti profesional, mungesa e mediave ka ndikuar shumë. Unë e shoh që ndoshta edhe pjesa profesionale juaja e bën që ta shihni ansamblin në një frymë më moderne dhe gjithë këtë aktivitet që ju po e realizoni, po e shihni me një sy më modern dhe me një sy shpresdhënës, ashtu siç duhet të jetë, dhe aktivitetet nuk po i ndaloni, por gjithsesi ju po e plotësoni gjithë atë që është paralajmëruar edhe që duhet të Ardita, e dirë si është, unë i kam thënë me një emision, ne paguhemi për këtë punë. Po. Edhe ne bëjmë punën. Dhe me thonë, në asnjë moment, unë ndjehem krenar për krahjen që marrë nga kolegët e mi, por për ndryshe, nëse marrim kështu, koncertet janë proces i punës tonë, për të cilën neve qytetarët e Republikës Maqedonisë na paguajnë. Personalisht mu si drejtor, më paguan ky shtet, këto qytetarë që unë të jem në atë vend ku jam aty, drejtor, dhe të realizoj këto koncerte që fëmijët e tyre të vinë dhe të na ndjekin neve. Edhe artistët tanë paguajnë tatime, që ne të marrim rrogat që ata të shfrytëzojnë skenën edhe të kumbehet me aq sa kemi, dihet ajo. Po nuk mendoj se është
do me thonë, ne duhet tani të mbi, ku të di se çfarë. Do me thonë, në Evropë ti thuash dikujt se një drejtor i realizoi programin, është një gjë mëse normale dhe unë do të ndjeja shumë i turpruar në qoftë se dikush. Jo, nuk besoj që në Europë kanë këto sfida, prandaj e lavdron punën për të cilën paguhet. Me 2 të punësuar është pak si e rëndë. Është e rëndë, është e vërtet, por megjithatë duhet edhe një gjë të kemi parasysh. Unë duhet ta them të jemi sinqert me ju me që hapet kështu si temë. Unë në fillim nuk desha të jem drejtar në këtë institucion. Jo për mos keq kuptohemi, jo se unë refuzova punën ose ku të di se çfarë. Por e di rëndësinë, e di parafërsisht gjendjen dhe kështu që më është një animuj të vetë si të them të bind vetes se do marr përgjegjësi apo nuk do marr përgjegjësi. Për momentin të cilën e marrim përgjegjësi, gjendja është ajo që është. Edhe prej aty më duhet të punojmë, ose ka një gjë, unë në karakter jam njeri i cili nuk thej mbrapsht, do të bëjmë atë që është maksimumi. Kem dy që i kam, ato të dy kolegat i kam të shkëlqyshëm edhe shpesh, ngarkohemi shumë me punë edhe në fund del një koncert i bukur edhe vim, mbledhemi aty, pim nga një kafe e bëjmë, ama okej, më në fundi është një koncert i bukur. Kjo është ajo që mendoj dhe ne duhet të punojmë gjithë, jo vetëm në sferën e kulturës, duhet të punojmë me sinqeritet, dhe ndëgjoni këto institucione nesër do të i shërbejmë fëmijëve tanë. Do të ngrisin kulturën e këtij vendi, shifeni, edhe një fëmijë, edhe një i ri Maqedonas kur do të dëgjoj kompozitorë shqiptarë ashtu siç ne mundsuam publiku shqiptar të ndëgjoj kompozitorët Maqedonas, mendoj se edhe përshtypjet edhe respekti edhe dashuria ndaj njëri tjetrit do të jetë në një nivel tjetër. Po, kultura është gjua e dashurisë. E dashurisë, e bashkëpunimit. Edhe mendoj se bashkëpunimet do të na çojnë përpara. Në të kundërtën do të sorollatemi në atë vorbullën e vazhdimsi në një vend. Po. Ashtu që ne e bëm këtë bisedë, një bisedë e cila është shumë aktuale, edhe në për tavolina mes gazetarëve, mes shoqërive, mes njerëzve të cilët janë ardashës. Unë jam shumë e lumtur që e bëm dhe e qartësuam pikrisht edhe përshtypjen tuaj, mirë po edhe perceptimin tuaj mbi këtë rëndësi dhe mbi këtë çështje, mbi këtë problematik, do kisha thënë. Mirë po, aktivitetet vazhdojnë, ashtu si që thash, koncerte do kemi, muaji maj, përfundimi muajit maj, kemi edhe koncerte tjera me Ismetin. Tash është me Ismetin. Pastaj në 6 qershor, 7 qershor, tani edhe një gjë duhet se di sa e kemi kohën. Po, lirisht. Tani kështu, do me thënë, në 6 qershor e kemi një koncert me kor, ku përgatitet Agona me koristët që ne i angazhojmë zakonisht. Kor me program përgjithësi botërore, por edhe shqiptare dhe maqedonase. Dhe si vjetë, Kërçova është qyteti i kulturës, për respektin tonë dhe për kënaqësinë tonë. Qyteti Kërçovës kishte zgjedhur që koncertin e Rachmaninov, trio elegjike ta rishfaq në skenën e Kërçovës. Dhe trio elegjike ishte atje. Tani, lajmi bukur i kësaj është që ata kanë vendosur që të rishfaqet edhe koncerti me korin. Pra ne me 6 qershor do ta mbajmë koncertin në Tetov dhe me 7 qershor nga këtu i ftoj gjithë qytetarët e Kërçovës që të vizitojnë Pallatin e Kulturës në Kërçov, ku do të jetë prezent kori e ansamblit të Tetovës me programën tonë, por e mbështetur me financat e qytetit e Kërçovës. Kështu që pas asaj presim e kemi koncertin e përvitshëm të muzikës popullore, diku popullore në kuptimin se ne i themi muzikës popullore, popularizuar, më falni, si ishte një lapsus, muzikës moderne, ku kemi ftuar artistët tanë profesionistë edhe ato, të cilët do të interpretojnë në pop, rock, jazz, pra muzikë moderne. Ajo është koncert i cili mbahet për gati 3 vite dhe dirigjohet nga Premtime Temi.
muajin korrik dhe gusht nuk do të kemi aktivitete për arsye të pushimeve. Ju e dini, zakonisht lëvizjen dhe nga shtatori fillojmë me pjesën e dytë. E kemi ndarë në 2 pjesë. Në shtator është një, ta paralajmëroj pse jo, do të kemi Sihana Badivukun, cila ka përzgjedhur program Paganini, nga violinisti Paganini. E më pas kemi koncertin me zonjën Jasmina Gjorgjecka Karo, edhe korin e asaj e kemi me muzikë botërore shqipe dhe maqedonase. Kështu që bëra një ndryshim. Vitin e kaluar kishim korin shqiptar dhe korin maqedonas, unë këtë vit i kam bë programat kombinuara. Pastaj kemi koncertin e nëntorit e kështu me radhë, kështu që besoj se aktivitetet tona do të shkojnë në vijshmëri me tempon që jemi dhe uroj që kjo të reflektoj tek përfaqësuesit tanë, të sigurojnë punësimet për këtë ansambël dhe ky ansambël të funksionalizohet dhe të jetë një institucion independent, funksional, me profesionist brenda dhe të mos ngelet më peng i projekteve dhe angazhimeve me kontratat me kohë të përcaktuar. Pra na duhet një ekip brenda, ekipe e cila do të funksionoj dhe do të ketë orarin e saj të punës dhe do të zhvilloj, shifeni, kur jemi në një ambient pune, gjëra zhvillohen gradualisht dhe lineare, në mënyrë lineare. Ato bën upgrade, si i themi në kohën moderne tash, njëri fiton nga tjetri, tjetri përfiton nga tjetri dhe kur na vinë profesionistët nga jashtë, atëherë mund të krijojmë një kulturë të përthithjes së përvojës. Dhe kjo do t'i shërbente shumë edhe ansamblit, por do t'i shërbente edhe shumë qytetit të Tetovës, edhe jo vetëm qytetit të Tetovës, siç e thamë edhe pares, do t'i shërbente shumë që të krijojmë një kulturë mbarkombëtare të respektimit, të dashurisë për institucionet, të dashurisë për kulturën, të respektit për njëri tjetrin dhe të prezantohemi në botë si gjithë popujt e civilizuar, sepse në perceptimin tim ngelëm në shekujt e errta dhe asesi të dalim nga mendësia e bllokimit. Unë besoj që takimi jon i radhës do jetë për bisedu për përjetimet e koncerteve të reja me shumë sukseset të cilat është pritshmëria të gjithëve edhe punësimet në ansambël, ashtu si që është shpresë edhe për gjithë artistët të cilët kanë nevojë dhe duhet të punësojnë në këtë ansambël. Uroj që në takimin ton të radhës të flasim për sukseset dhe për gjithë ata që ansambli do të adhuroj për publikun për publikun e Maqedonisë së Veriut, se për gjithë... Tu vetëm duhet të plotësoj diçka. Ne kemi humbur këtë vit, ne do të kishim ndoshta edhe më shumë koncerte. Për fatin ton të keq, dhe të fatin e keq të ansamblit, për shkak të punësimeve ne kemi humbur projektet nga European House. Si institucion, pika e parë e kërkesës ishte se çfarë ofrojmë ne, edhe numri të punësuarve. Dhe ne aty e kishim atë boshllëk, atë mangësi, me gjithë vullnetin e madh të përfaqësuesve të European House, ishte Natasha, më duket, dhe një vajzë tjetër, e cila vazhdimisht mi ka dërguar të gjitha materialet që duhet përgatitur me dirigjentët ulëm, deshëm të bëjmë maksimumin, na penalizohen punësimet. Të them të drejtën, është i vetmi peng për vitin 2026. Ndoshta me European House do të mundeshim të bashkëpunonim me institucionet ndryshme jashtë vendit. Ne kam analizuar dhe kemi gjetur institucione si motra në disa vende të Evropës
është në Çeki, është një institucion në Norvegji, një institucion në Gjermani, pra që është ansambël i këtij formati multifunksional. Por ja që ky ishte fati jon dhe uroj që mos të kemi kështu probleme. Të marrim punësime, të fillojmë të punojmë siç na ka hije institucionalisht. Edhe pse kam lexuar shumë artikuj shpresdhënës, kështu që uroj që takimi jon i radhës. Absolutisht, ne mirëpresim vullnetin e secilit përfaqësues tonit në Ministritë Kulturës, qoftë ai, qoftë në pushtet, qoftë në kudo që tjetë ai. Çdo përkraje për këto institucione tregon për qytetërinë e atij grupi, atij individi e kështu me radhë. Ne patëm për vizitë një deputete e cila erdhi na vizitoi spontanisht, unë u habita. Dhe unë ndjeva si edhe gjithë ne, aty unë ndjem si kur dikush na dha një vëmendje, na e dha një dorë. Agona, kolegja ime... Edhe imja. Ajo është në radio. E tha një gjë shumë të bukur që më ka ngel në mendje. Ajo tha diku me një emision, tha, dëgjoni, ju bëj thirrje të gjithë përfaqësuesve politik dhe gjithë qytetarëve, tha të vinë tha një herë te koncertet tona, tha se njeriu një herë ndryshe hyn në koncert dhe del një tjetër njeri. Kështu që edhe unë edhe një herë shfrytëzoj hapësirën e televizionit publik, ndoshta po mund të them lirisht, është më i madhi në vend me transmetim, po shfrytëzoj hapësirën rastin që të tërheq vëmendjen e gjithë përfaqësuesve tan, po hajdi më burra. Hajdi se dëgjoj, për teke personale, shpesh njerëzit edhe udhëheqës të institucioneve të ndryshme e partizojnë, e politizojnë një institucion, po ky institucion dhe këto institucione kulturore nuk duhet askush t'i shoh me atë sy. Duhet t'i shoh me një sy përgdhelës, me një sy më, si me thonë, më... është një fëmijë i vogël që duhet t'a rrisi. I ka bo 3 vjetë. Ashtu është. Edhe i dua të gjithë të më vinë në koncert, po edhe të opozitës, se, dëgjoj, këto është një kulturë këtu kene, tani këto të opozitës nuk i frekuentojnë koncertet kur nuk janë në qeveri. E kam dje edhe këtë frymë që ndodhë, po duhet ju them se hajdi edhe ju, hajdi, dëgjoni muzikë të bukur, shifni artistët tuaj, shifni gjeneratën e fëmijëve tuaj, shifni, duhet na përkrahin të gjithë, duhet të jemi bashkë në këto pikat delikate, në këto pikat e dopta që ne i kemi. Pastaj gjërat tjera ju ndani si të doni. Ashtu është. Dhe do të gjejmë një zgjidhje, po këto janë institucione të cilat janë shumë të rëndësishme. Qytetarët më se kanë kuptuar dhe të them të drejtën ka vazhdimisht po mpyesin çfarë po ndodh. Uroj që të kemi fatin, të mbyllim një kapitullin e parë një herë, e pastaj të vazhdojmë me punën tonë. Mendoj se kjo do të jetë një derë për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Është për të krenuar. Më besoni, është për të krenuar për secilin njeri i cili do të vë dorën, do të zgjas dorën që këtë institucion ta funksionalizojë dhe ta ngrisë në skemë. Falemnderoj për kohën. Unë ju falemnderoj shumë për mundësinë, ju falemnderoj shumë për bisedën dhe hapësirën dhe mënyrën e trajtimit të këtyre çështjeve. Unë ndjeva si në shtëpi, absolutisht. Unë mundova të hyj ashtu si kam përgatitur, mirë po biseda rrjedh. Biseda jonë rrjedh ka ashtu siç rrjedh dhe mua më dha një mundësi shumë e mirë dhe një hapësirë shumë e mirë që t'i ndajmë bashkë me qytetarët atë që është e vërteta dhe realiteti i këtij vendi dhe i këtij institucioni. Kështu që ju falenderoj juve, falenderoj redaksinë tuaj dhe dua që në të ardhmen të na ndiqni, të vini në koncertet tona, ju më ndiqni, ju na ndiqni faktikisht, e kam parë edhe juftoj të vini
në koncertet tona dhe mos u dorëzoni kur nga institucionet e kulturës. Patjetër, ajo është edhe misioni jonë, si gazetarë të kulturës duhet që patjetër t'i flasim edhe këto misione dhe t'i ju shkojmë mbrapa. Shumë faleminderit. Faleminderit. Pra miq dhe shikues të nderuar, këtu është fundi i bisedës tonë dhe nuk është fundi i emisionit, sepse do të shkëputemi për pak për një film të bukur të vjetër shqiptar, ashtu siç thash, ju propozoj që ta ndiqni në vazhdim. Miq dhe shikues të nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ne sigurisht do të ritakohemi edhe të dielën e ardhshme, e deri atëherë mirëmbëjtje në programet tona. Tung tung.